Sabri të nervozër është në goditën e parë që aty njëri prandaj të më koni gatshëm në jetë për gjithçka. Dhe në reagim mos më nxitu. Për shembull se të godet diçka e pakëndshme, një sprovë, një fatkeqësi, mos reago më njëherë. Çështja e parë që duhet me pas kujdes është goja. Ruaje gjuhën. Nga sa shumë rëndësi që ka thua në momente para, shumë rëndësi. Shumë rëndësi që ka thua në këto qaste, më herë. Prandaj na le veten, aktivizoj mendjen, thuaj ato çka duhet, pastaj vazhdo tutje. E po njerëzit kanë për shembull në nervoz, në ngarkesë thot diçka, tani kur kryet ka lënduar, ka coptu zemrën, thot, Allah se kesh ngarkum. Në rregull, të kuptoj që i ngarkum, ama zëmon që i ngarkum të ashtu më shfryn dikon tjetër pa drejt. Po përmbajë pak, bë sabër, për sa sabri. Për sa do të bëj sabër. Për sa na po flasim për sabrin, me qenë të përgatitur për çdo situatë. Mi po i thot njëri gjithçka, e ofendon, për shembull, e lëndon, thot fjalë që nuk thuan fare, pastaj vjen thot, o kom qenë nervoz. E ku është sabri? Pastaj dhe pse e nervoz, zëmon që duhet tash me coptu zemrën dikujt, me lëndu, nuk do të thonë. Përmbaj gjuhën. Çështja e parë është me përmbajt gjuhën.